Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në një tjetër episod të Kohë Sociale. Sot do të flasim për marrëdhënien mes shoqërisë dhe ligjit, për mënyrën se si ndryshimet sociale ndikojnë në familje, për dhunën në familje, barazinë gjinore dhe mbrojtjen ligjore të personave në nevojë. E ftuara ime e sotme është profesoresh Arta Mero, profesoresh në Fakultetin Juridik, njohëse e thellë e çështjeve që lidhen me të drejtën e familjes dhe jetën sociale. Profesoresh, mirë se erdhët në Kohë Sociale. Mirë se ju gjeta, Elna. Profesoresh, si e shihni sot familjen shqiptare përballë ndryshimeve të mëdha sociale dhe ligjore që po ndodhin sot në shoqërinë tonë? Familja shqiptare është pjesë e një trendi që ka kaplu jo vetëm familjet tona, po edhe familje tjera, ku goxha jemi pjesë e shumë ndryshimeve. Dhe sa po e shoh unë nuk jemi duke ju përshtat këtyre ndryshimeve të cilat mundohemi t'i akceptojmë në aspektin më të mirë të mundshëm, duke mos mbajtur llogari për nivelin tradicional dhe nivelin, do kisha thënë, moral e cila neve na ka veçuar si shoqëri, filluar nga kanunet, nga feja e cila na ka mbajtur në një bazament goxha të rëndësishëm. Mirëpo, nuk mundemi të shmangemi këtij ndryshimit global që po ndodh në shoqëri, e që në një farë mënyre është duke u futur edhe në familjet tona, të cilat varësisht prej kulturës, se si rriten fëmijët dhe si po ndryshojnë familjet, disa familje janë duke u përshtatur në një nivel pak më të qetë dhe disa familje janë duke i akceptuar mbase edhe disa aspekte jo aq të përshtatshme, mos kisha thënë negative të ndryshimeve që ndodhin në krejt botën. A mendoni se këto ndryshime kanë ndikuar në rishikimin e rolit tradicional mes gruas dhe burrit në familje? Gjithsesi që ndryshimet janë pjesë edhe në ndryshimin e roleve gjinore. Përderisa në të kaluarën ka pasur një ndarje të punëve sipas gjinisë, në kohën e sotme punët, veçanërisht punët në familje dhe përgjegjësitë familjare, këtu përfshi edhe përgjegjësitë prindrore, në një farë mënyre nuk janë të përcaktuara sipas roleve gjinore. Kjo për arsye se prindërit kanë nisur kohëve të fundit të kuptojnë edhe detyrimin ligjor që e ka edhe ligji jon për familjen, se kanë përgjegjësi të përbashkët prindrore për fëmijët e tyre, por edhe përgjegjësi të përbashkët për udhëheqjen e familjes dhe për udhëheqjen e të gjitha punëve të anëvisërisë në familje. Këtë ndryshim që unë e quaj si shumë pozitiv në mosndarjen e punëve sipas gjinisë, do ta kisha veçuar në atë pjesën pozitive të gjitha ndryshimeve të cilat janë pjesë, do me thënë të cilat janë futur edhe në familjet tona, me të vetmin fakt që ka filluar me emancipimin apo të gruas, me punësueshmërinë e saj, me pavarësinë e saj ekonomike dhe financiare, dhe me të vetmin fakt që disa aspekte të cilat në familjen tradicionale kanë qenë të mirëpritura dhe shumë normale, në kohën e sotme janë duke u pasi si një problem, apo i cili nuk mund të përballohet në qoftë se nuk ka një baraspeshk mes punëve dhe nuk ka një baraspeshk midis të drejtave në familje, në prindri, në marrëdhëniet martesore, në marrëdhëniet bashkëshortore. Kjo me të vetmin qëllim që përgjegjës në të njëjtën, domethënë, mënyrë dhe në të njëjtin kapacitet, kanë edhe burri edhe gruaja. Në praktikën tuaj si juriste, cilat janë problemet më të shpeshta ligjore me të cilat përballet sot familja? Problemet me të cilat, domethënë, përballen familjet tona janë mosbatueshmëria e normave juridike të cilat i ka aktualisht ligji për familjen. Duke filluar nga mos respektimi i mendimit të fëmijës për çështjet të cilat janë të rëndësishme për jetën e tij. Këtu do ta kisha veçuar në rastet të shkurorzimit të martesës, edhe pse ligji thotë se
kujdestaria pas shkullërzimit të martesës duhet të vendoset në interes të fëmijës. Megjithatë, institucionet tona, kemi edhe një ligj për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, ku mendimi i fëmijës duhet të merret parasysh në të gjitha aspektet procedurale mbi të gjitha në aspektet prindrore dhe në aspektet drejtës familjare, edhe kjo vjen në shprehje veçanërisht e fëmijët e familjeve të shkullërzuara, ku fëmia, varësisht prej moshës, zakonisht merret mosha 12 vjeçare, duhet të ndëgjohet mendimi i tij se me cilin nga prindërit do të vazhdojë jetën e tij. Do të thonë, kjo nuk respektohet në zbatueshmëri, edhe pse ligji e sheh si një të drejtë dhe e garanton si një të drejtë. Institucionet tona nuk e di, nuk kanë modalitet ose nuk kanë ato fazat se si ta detektojnë këtë mendimin e fëmijës. Probleme tjera, për shembull, me mos zbatueshmërinë e ligjeve janë edhe te pronësia e përbashkët pas shkullërzimit të martesës, nëse marrim dhe analizojmë vendimet e gjykatave tona, të cilave duhet ju bëhet një revizion, shohim që ka ndarje të pasurisë së përbashkët pas martesës me 0% për gruan, që është një problem goxha serioz që mund të arrihet deri te Gjykata Evropiane për të drejtat e njerëzit, se ligji, edhe pse është i 92 dhe tani në vitin 2001 komplet të marrëdhëniet pasurore kalojnë në një ligj të veçantë, ligjin për pronësi dhe drejta tjera sendore. Megjithatë, institucionet tona, gjykata tona vazhdojnë në mosbatueshmërinë e ndarjes së pasurisë që është krijuar në martesë në mënyrë të barabartë. Tjetër problematik në mosbatueshmërinë e ligjit është çështjet e trashëgimisë. Edhe pse ligji për trashëgimin thotë që të gjithë, pavarësisht gjinisë, moshës, pavarësisht aftësive fizike, mentale, domethënë janë të barabartë në trashëgimin. Tek neve ende vazhdojnë norma tradicionale, dhe këtu do ta kisha veçu kanunin e Lek Dukagjinit, e cili ka vepruar në vendet tona dhe ku duam e respektojmë dhe ku duam themi se është shumë demodern, në këtë rast respektohet, sepse kanuni i Lek Dukagjinit në mënyrë kategorike ka përjashtuar gratë në të gjitha, e ka zhvesh nga të drejtat pronësore edhe drejta e trashëgimisë. Domethënë, gratë tona vazhdojnë të kenë ende të mbeshura atë jelekun e patriarkatit dhe mos pranimit të masës trashëgimore e cila i takon, dhe një sër mosbatueshmërisë tjera të cilat mbase mund t'i cekin. Profesore, pak më parë përmendet edhe dhunën në familje. Sa e shpeshtë është ajo sot dhe çfarë përfaqëson ajo nga aspekti juridik? Dhuna në familje, unë jam edhe koordinatore e klinikës juridike në kuadër të fakultetit juridik dhe tani po punojmë me gratë, personat të cilat janë viktima të dhunës mbi bazë gjinore, ku numri më i madh i rasteve të cilat paraqiten tek ne për këshilla të ndihmës juridike primare, do ta kisha veçu, domethënë këtu, sepse ne ndihmojmë në dhënien e informacioneve, ne ndihmojmë në mbështetjen e tyre, në përcjelljen e tyre deri tek institucionet për ta paraqitur dhunën në familje, është i konsiderueshëm. Veçanërisht në Tetov ka një qendër për mbështetje të grave, ku ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me këtë qendër, dhe jo që dhunë në familje nuk ka pasur edhe më herët, mirë po tani sikur shoqëria është sensibilizuar dhe personat, veçanërisht gratë, për shkak se klientët më të shumt që e paraqesin rastet e dhunës, qoftë fizike, qoftë psiqike, qoftë dhunë, kemi raste edhe dhunë seksuale në martesë. Mos më keq kuptojnë në opinioni, mirë po ka edhe aspekte të dhunës seksuale edhe në marrëdhëniet bashkëshortore, janë shqetësuese. Aspektet të cilat neve mundojmë që t'i zgjidhim janë të natyrës juridike dhe ligjore, me vetë faktin që viktima, në qoftë se e mbijetuara, sepse ato nuk janë viktima, falë Zotit,
tregon gatishmëri që dhunën ta paraqes para Ministrisë së Punëve të Brendshme, e ndihmojmë dhe e shoqërojmë deri te Ministria e Punëve të Brendshme nëse ka fëmijë, sepse kemi pas raste ku gruaja ka pas edhe fëmijë të cilët kanë qenë të dhunuar nga partneri në mënyrë fizike, u ndihmojmë edhe paraqendrës për punë dhe politikë sociale. Kështu që kemi pasur disa raste edhe të ofrimit dhe suportimit të vendosjes së viktimave në shalter qendër në Shkup. Këtu do të kisha veçu kapacitetin shumë të vogël të shalter qendrës në Shkup, sepse në Gostivare edhe pse është e hapur, nuk është aq funksionale. Neve si klinik juridike, sepse ne nuk kemi institucion shtetëror dhe të gjitha këto çështje i bëjmë mbi baza të pro bono apo të ndihmës falas juridike, nuk mendoj që ofrojmë në zgjidhje sistematike. Për shkak se zgjidhjet sistematike, organizata të ndryshme jo qeveritare, veprojnë në baza të projekteve. Mirë po, këto probleme nuk zgjidhen në baza të projekteve. Këto probleme nuk u jepet fund në bazë të projekteve dhe finansimeve të Komisionit Evropian dhe donatorëve të huaj, për shkak se këtu institucionet dhe shteti duhet të merren më seriozisht me këto raste, veçanërisht të ofrimit të suportit njëherë të mbjetuarve, pastaj edhe të personave të dhunuesve të cilët ushtrojnë dhunë familjare. Profesoresh, shpesh dëgjojmë se dhuna në familje ndikon le të themi edhe nga ekonomia apo dhe kultura që ata kanë. Si e shpjegoni këtë fakt? Më besoni që viktimat të dhunës në familje, dhuna në familje nuk e zgjedh nivelin social, nivelin intelektual, nivelin familjar dhe nivelin shoqëror të një personi. Mirë po, kam pa një hezitim të gratë të cilat janë, do i kisha quajtur akademike të kësaj shoqërisë, mundohen që të fshehin dhunën e vazhdueshme që ju bëhet nga ana e partnerëve të tyre. Veçanërisht dhuna ekonomike, që do të thotë çfarë është dhuna ekonomike, që do të thotë abuzimi me të hyrat e tyre, abuzimi me kartelën e tyre, abuzimi edhe nga ana e dhuna ekonomike është nëse ti e kërcënon motrën dhe i thua që nuk ke të drejtë të marrësh trashëgiminë e cila të takon, ose abuzimi social ku ti ke një kontroll të vazhdueshme dhe një dominancë të vazhdueshme ndaj partneres tande se me kë shoqërohet, kontroll të telefonit. Do të thonë ajo është dhunë, shqetësim social, për shkak se ti e mban në kontroll çdo lëvizje të saj. Do të thënë dhe ka një hezitim, jo që nuk ekziston kjo lloj dhune edhe tek gratë të cilat konsiderohen si intelektuale dhe mirë po ata hezitojnë që ti paraqesin këto raste të dhunës, veçanërisht dhuna psikologjike është shumë e shprehur në shoqërinë tonë, edhe këtu tash mos tingoj se jam shumë feministe dhe po i mbroj vetëm gratë, domethënë ka edhe burra të cilat janë viktima të dhunës psikologjike. Neve kemi një raport të cilin e kemi punuar dhe hulumtuar me profesoreshën Blerta, me atë bashkë, domethënë e udhëheqim këtë pjesën e dhunës në familje dhe me 2 dhjetor do të paraqesim raporte të cilat janë të tmerrueshme sa i përket viktimave të dhunës në familje në shoqërinë tonë, ku një numër i konsiderueshëm i rasteve janë edhe raste të paraqitjes së dhunës seksuale në partneritetet edhe bashkëshortore. A funksionon praktikisht mekanizmi i urdhrit të mbrojtjes apo mbetet vetëm në letër? Sa i përket çështjes së urdhrit të mbrojtjes, fatkeqësisht, domethënë që kemi raste ku viktima e paraqet rastin, domethënë këshillohet nga ne, ndihmohet nga ne dhe pa mos mbritur në shtëpi nga ana e përfaqësuesve të Ministrisë së Punëve të Brendshme lajmërojnë bashkëshortin e saj që ajo e ka paraqit rastin. Domethënë nuk ka garanci.
fatkeqësisht jo, më vjen keq që e them, respekt, do me thonë, për të gjithë punojësit në për institucione, mirë po unë e konsideroj që edhe për ata duhet një edukim se si t'i qasen viktimës, se si mos t'a gjykojnë viktimën. Unë e kam pasur rast ku një vajzë, do me thënë, e ka paraqit partnerin e saj, do me thënë, për dhunë, fizike dhe psiqike, dhe gjykimi i parë i punonësit ka qenë, po mirë ti a kështu veshesh kur dalish jashtë. Do me thënë, kjo nuk guxon të bëhet nga ne, në base edhe neve, kur na vjen ndonjë rast në duket pak absurd, pse është të vepru në atë mënyrë, mirë po ne nuk kemi të drejtë të gjykojmë në asnjë mënyrë. Prandaj, unë e konsideroj që aspektet e frigës së vazhdueshme që ju jepen dhe mos sigurisë, unë kam pasur raste që kemi, do me thënë, procedurën e kemi çu deri në shkurorzim të martesës dhe më paraqitet gruaja dhe thot unë i kam ra pishman, unë e tërheq komplet sepse nuk dua të kem probleme me ish-bashkëshortin tim, apo do të vazhdoj, do jetoj. Do thënë, në qoftë se viktima vet nuk është e bindur se duhet ta paraqes rastin, ne këtë nuk mundemi ta bëjmë. Do thënë, unë e kam paraqitur edhe raste të dhunë, do me thënë indicie, sepse ti nuk e dish se çka mund të ndodhet në një familje, mirë po indicie, dhe kam qenë e marrë në pyetje për çështje shumë personale, ku ato kanë qenë indiciet e mia që mbasen në një familje të cilën unë e ndëgjoj dhe e kam në, do me thënë, banesat i kemi afër, e ndëgjoj se mund të ketë raste të dhunë. Do me thënë, duhet të ketë një rregull, duhet të ketë një metodologji, duhet të ketë një edukim se si, do me thënë, të pranohet informata kur ti qoftë si pale tret, qoftë si viktim e paraqesish dhunën. Fatkeqësisht ne jetojmë në një qytet shumë të vogël dhe pa mos mbri viktima në shtëpi, veç ma janë të informuar familjarët se ajo. Para disa viteve ne kemi pasur edhe marrjen e drejtësisë në duart e vet, apo ku viktima disa herë lajmëron në polici bashkëshortin e saj dhe policia nuk ndërmerr asgjë dhe ajo, do me thënë, fatkeqësisht e vret prej rolit të viktimës bëhet vrasëse. Dhe përfundon në burg, vajza përfundon pa të dy prindërit, fatkeqësisht kjo është mosveprimi i institucioneve, të cilat nuk them unë që neglizhojnë punën e tyre, asesi, sepse nuk kam të drejtë të jap kualifikime të tilla, mirë po konsideroj që pak duhet të punohet në drejtim të edukimit, të trajnimeve, të personave të cilat merren me rastet e dhunës në familje. Profesoresh, në rastin e prindërve që kanë fëmijë me nevoja të veçanta, a ekziston një legjislacion i qartë që garanton asistencë ligjore por edhe ato sociale? Prindërit të cilat kanë fëmijë me nevoja të veçanta, unë e kam ligjëruar një kohë edhe të drejtën e punës dhe këto prindër apo kanë një mbrojtje të veçantë në aspektin e të drejtave të punës, ku duhet të punojnë në orar të shkurtuar. Edhe në aspektin e fëmijëve me nevoja të veçanta, edhe me këtë metodologjinë inkluzive që është vendosur në shkollat tona, unë konsideroj që duhet përsëri të krijohet një sistem. Është për të përshëndetur apo që shkollat ofrojnë dhe mundohen të ofrojnë një suport dhe këto fëmijë ti dallojnë apo nga fëmijët e tjerë, mirë po nuk është qëllimi aty. Do me thënë, nuk është të qëllimi që ti me një asistente profesionale do me thënë, të plotësojsh atë obligimin ligjor që ke, sepse kanë edhe ligji për arsimin fillor, apo edhe ligji për mbrojtjen e fëmijëve, ku fëmijët me nevoja të veçanta kategorizohen në nivelin e njëjtë apo me fëmijët e tjerë, për shkak se këtu baza diskriminuese nuk është e lejueshme. Megjithatë, unë konsideroj që pak kemi përshpejtu me aspektin inkluziv
të cilën e kanë vendosur në shkollat tona. Për shkak se këto fëmijë kanë nevojë. Me vetë faktin që kemi përshpejtuar me këtë aspektin inkluziv, bara e përkujdesjes dhe bara e asistencës ndaj këtyre fëmijëve bie te prindërit. Edhe prindërit duke dashur që domethënë t'u ofrojnë më të mirën e mundshme këtyre fëmijëve, po ndërmarrin aktivitete edukative dhe arsimore private, për shkak se shkollat nuk po arrin sepse nuk ka një metodologji të pastër. Shkollat nuk arrin që këto fëmijë ti përfshin në mënyrë të barabartë edhe me fëmijë tjerë, për shkak se një arsimtare nuk është e edukuar dhe nuk është e arsimuar që të punojë me kategori të ndryshme të fëmijëve, për shkak se këto fëmijë kanë nevojë për vëmendje dhe kanë nevojë për një suport pavarësisht prej nevojave të tyre. Kështu që në një farë mënyre, edhe pse në aspektin e të drejtës familjare, kur flasim për shembull për të drejtat prindrore, këtyre fëmijëve u vazhdohet e drejta prindrore, në aspektin e të drejtës së punës apo e ceka që këto prindër kanë të drejtë për orar të shkurtuar të punës, megjithatë unë e konsideroj që pak çfarë mund të bëjnë institucionet më shumë për këto familje? Institucionet më tepër për këto familje, çështja e parë të sigurojnë këshillime, sepse unë konsideroj që këto prindër kanë nevojë për këshillime psikologjike, kanë nevojë për këshillime sociale, për shkak se këto prindër angazhimin ndaj këtyre fëmijëve e kanë 3 fish më të lartë se sa prindërit e fëmijëve të tjerë. Kështu që shteti në një farë mënyre, domethënë duhet të merret pak me këto prindër dhe në aspektin financiar t'i ndihmoj, apo si që e bëjnë edhe shtetet tjera. Domethënë në aspektin e asistencës të ju ndihmojnë. Për shkak se këto prindër duhet edhe asistencë fizike, edhe asistencë psiqike të kenë te këto fëmijë. Domethënë në shtete tjera është për tu respektuar dhe vetëm të merret si model. Më vjen shumë keq që të drejtën komparative, aspektin komparativ të disa problemeve ne e marrim vetëm për t'i shënuar në ligje, mirëpo nuk e marrim edhe në metodat dhe metodologjinë të cilën ata shtete po e zbatojnë. Domethënë shteti jon, më vjen shumë keq, mirëpo nuk ka kapacitet që të merret me kategori të fëmijë. Domethënë shteti jon edhe për fëmijët e tjerë, domethënë nuk po ofron kushte adekuate të shkollave apo në shkolla të cilat janë dinjitoze për fëmijët. Nuk ofron në shkolla, apo duhet të ketë dhoma të veçanta, me senzora, me gjana të tilla, për këto fëmijë me nevoja ndryshe, me nevoja të veçanta, domethënë nuk po i përmbush kërkesat të cilat në një farë mënyre edhe Ministria e Arsimit, edhe Byroja për Arsim, me metodologji të veçantë përcjell shkollave, mirëpo shkollat nuk kanë kapacitet si financiar, po ashtu edhe resurse njerëzore. Nuk mundet një asistent apo të merret me të gjitha fëmijët në një shkollë. Profesoresh, çfarë kuptojmë saktësisht me barazinë gjinore në aspektin juridik dhe si zbaton shteti këtë parim në praktik? Barazia gjinore është e vendosur në të gjitha aspektet sa i përket legjislacionit. Ne kemi ligj të veçantë për mundësi të barabarta midis burrave dhe grave. Dhe është vendosur si parim edhe në ligjin për marrëdhënie të punës, sa i përket edhe gratë dhe burrat kanë të drejtë në kushte të njëjta, në rrogë të njëjtë, domethënë në suport dhe në ngritje afirmative të njëjtë, apo jo vetëm horizontale, por edhe vertikale, apo në aspektin e drejtës familjare, gruaja dhe burri kanë, domethënë, absolutikisht janë të barabartë, si në aspektin e martesës, apo lirisë së shprehjes së vullnetit për të martuar, nuk ka, domethënë, nuk ka obligim asnjëri të martohet me ndikime të vullnetit i cili nuk është i lirë, janë të barabartë në aspektin e pasurisë përbashkët, janë të barabartë në aspektin e trashëgimisë, në aspektin e fëmijëve, domethënë duhet të ushtrojnë të drejtën prindrore në mënyrë të barabartë, domethënë në aspektin ligjor, duke filluar edhe nga parimi kushtetues, apo nuk ka e përsi njëra gjini ndaj gjinisë tjetër. Tani këtu duhet të bërë dallim. Në praktik si jemi? Po në praktik, si çdo
si çdo gjë tjetër, apo. Në praktik, unë nuk them që nuk kanë lëvizur punët në të mirë, mirë po ka edhe shumë punë për të bërë. Nuk mund të them që nuk shoh një avansim, një barazi, sepse, shifani, ne nuk kërkojmë barazi biologjike, sepse ajo është e pamundur, apo. Do të thënë, barazi në fuqi. Po puna e parë çfarë na thonë neve kur flasim, po hajde ti bani punët e burrave. Domethënë ne nuk jemi të njëjtë në aspektin biologjik, sepse kemi linë ndryshe, mirë po në aspektin e roleve gjinore, apo sepse tani nëse shikohet definicioni i gjinisë, gjinia thuhet është konstrukt shoqëror. Thënë ti nuk duhet ta barazojmë me gjininë e lindur apo me seksin, po e barazojmë me rolet gjinore. Dhe normal që nuk mundesh ti të kërkosh nga një grua që të ketë forcën e mashkullit, apo sepse biologjikisht jemi të ndryshëm. Mirë po, nuk them që nuk jemi mirë, apo në aspektin e zbatueshmërisë, mirë po nëse shikojmë cilën fushë të doni, nëse shikojmë, ka mangësi. Domethënë dhe ai pragu i qelqt, do me thënë, ende nuk është arritur, kështu që ka një hendek të madh gjinor sa i përket, për shembull në politikë, nëse e shikojmë edhe në aspektet e trashëgimisë. Do me thënë, shumë pak lëvizje ka. Për shembull, neve jemi avansuar në aspektin e marrëdhënieve të punës. Në aspektin e avansimeve të karrierës, depozitave, ende jemi mbrapa. Në aspektin e përfaqësimit politik, edhe pse është dashur që ligji të sjellë kuota adekuate që të arrihet, do me thënë përfaqësimi i grave në parlament është krejt në rregull dhe krejt mbi baza ligjore, mirë po sa praktikisht zëri i tyre dëgjohet dhe sa gratë, edhe pse në numër janë të barabartë, sa gratë në tavolinë janë të barabarta dhe vendimet e tyre janë të barabarta. Dhe këto janë dy probleme shumë, dy aspekte shumë të ndryshme, domethënë ku ti ke një garancë ligjore të absolute, zbatueshmëria në praktik, tash kjo a vjen si pasojë e fuqisë mashkullore, ose si pasojë pasivitetit të gruas. Do me thënë, ndoshta gruaja duke u tenton deri në një fazë dhe pastaj tërhiqet për arritjen e disa aspekteve të cilat ajo i ka vendosur në atë profilin e vet të karrierës. Kjo lem për të dëshiruar. Profesoresh, unë falenderoj shumë për këtë bisedë kaq të vlefshme dhe që na ndihmon sadupak të gjithëve të kuptojmë më qartë ligjin nëpërmjet asaj realitetit që neve jetojmë sot. Faleminderit Elda edhe ty për ftesën, uroj që të kemi thënë gjithë atë që do jetë nevojshme për shikuesit. Unë falenderoj shumë. Familja mbetet thelbi i shoqërisë, por mbrojtja e saj kërkon një sistem ligjor funksional dhe një vedije të re sociale. Faleminderit që ishit sot me ne. Natën e mirë dhe miru takofshim në emisionin e ardhshëm.